po bën protesta në Greqi, po bën protesta për pasaportën biometrike që po jepen grekëve thot. Thonë që po e more i vulosur me damkën e bishës thot. Po ne që kemi marr, nuk kemi shpëtim thot. A ka shpëtim për ata që kemi marrë në Shqipëri? Kartën elektronike? Këta që kanë marrë pasaportën biometrike. Thonë thot që është vulos damka e bishës. Shiko se tani po bëhet një... Se ne kemi folë edhe një episod tjetër për këtë. Po është damka që funksionon edhe me këtë mënyrën që po aplikohet tani në Greqi, edhe me atë që do vi më mbrapa që do e fusin në dorë. Ose me pra, këta që a ka shpëtim për këta që e kanë marrë këtë? Për ata ja. Edhe për pasaportën biometrike? Pra, para ajo që është në Greqi tani atje. E për atë që është atje pra. Se dhe këtu është bërë ajo, po pra, është bërë disi gjysmake, ai që qumë neve katë identiteti, që ka dhe qipi sipër. Po, pse ata kanë më ndryshe pasaportën? Ajo është bashkangjitur me një numër personal quhet. Karta identiteti është bashkangjitur me një numër personal. Ajo karta aty ka 2 qipe. Është një personal dhe një që e njeh sistemi. Ajo është pastaj dorëzimi i bishës Brukseli që është atje në Bruksel. Kur është bërë kjo në Greqi? Kur e kanë marrë? Tani filloi procesi i marrjes së kësaj kartës, është kartë e re kjo. Është plastike, por është me 2 qipe. Edhe është vërtet e rrezikshme sepse për këtë kartën i është folur me dekada të tëra në atë vend, që kur të vi momenti që qeveria do e lëshojë që njerëzit ta marrin, mos e merrni. Edhe sikur t'ju thon priftërinjt, edhe sikur t'ju thon qeveria, mos duhet ta merrni. Vetëm Greqi është bërë kjo? Po aty kam vendosur ta nisin sepse duan ta kam thënë, ja kam vënë syrin edhe Greqisë, duan ta zhdukin që ne ku është. Sepse Greqia ka një gjë që shumë vende se kanë, edhe duan që ta fshin. Mos të ekzistojë, se i prish punë atyre të qive, që punojnë për errësirën. Se në Greqi nga që bizotron më shumë ortodoksia, edhe është drita për neve, ata duan ta zhdukin ata që ti bëjnë njerëzit të marrin të numrin, ti përkasin atij tjetrit, të hiki mbrojtja hyjnore e ta godasin me kollaj pastaj. Si mbrojtja hyjnore? Po sepse bien kalon tek ushtria atij tjetrit pastaj. Nuk janë më të mbrojtur. Por i rezistuan kësaj kartës, atëherë mbrojtja do vazhdoi. Po nga që nuk kanë për të rezistuar, sepse e kemi lexuar edhe këtë, nuk kanë për të rezistuar, do ndodhi ndërhyrje nga lart. Që do ndërpritet kjo me rastin e luftës së tretë. Për kësa do shpëtojnë, se do ishin gati ta merrshin gjithë ata atje. Në Greqi? Po. Atë kartë zot ta marrë askush. Po tek ne do vi tek ne? Në Shqipëri? Kush, lufta apo karta? Jo, karta. Karta këtu nisi. Pra, një sekond, pra këta duan që të bëhet një herë në Greqi tek gjithë njerëzit, pastaj do fillojnë në shtete të tjera apo njëkohësisht kanë filluar edhe tek shtete të tjera për ta aplikuar. Jo, shumë shtete të mëdha që janë të zhvilluar që qymë ne sot e kanë refuzuar ata, nuk e duan. E kanë refuzuar. E para është Anglia që refuzoi. Aty vetë ata që kanë kriju domethënë. Se din se ça kleçka ka ajo. Ti humbet asaj. Po për qytetar, po popullatën aty. Po populli, u çua një lord atje në Angli dhe e ndaloi këtë gjë. U bashkuan bashkë me një popull i tërë vetëm nga një lord u çuan dhe ndërpran këtë gjë. Edhe atje si mjet identifikimi kanë patentën. Nuk e pranon, nuk kanë kartë identiteti elektronike atje. Se e dish këtë muhabet. Këtë gjë, këtë eksperiment për përpiqje ta kalojnë tani. Kjo tregon pra që të lidhen me atë pse Aleksi e bën e tjerë, çfarë përfitoi, pse e thot, pse e bën misionin, gjitha. Pra kjo tregon që kur populli bëhet bashk, s'kan çfarë bën ata. E kanë frikë. E kena thënë në emisionet tjera që populli nëse do e dinte fuqinë që ka, nuk do kalonte asnjë masë e ndyrë që këto na kanosin për na zhytur neve. Që ky e quan inteligjencë artificiale, po thellohemi thotë ky. Por këta përfitojnë për shkak se ne jemi pak dhe na argëtojnë me këto format e tjera, na japin këto tymnajat, se pa e përdorim si shpreh ata kemi. Po ashtu ne jemi na bllokojnë shikimin në ato iluzionet, në halucinacionet, po ato deliret jemi të dehur pas këtyre gjërave që na japin ta. Në Shqipëri s'ka për të ardhur thua? Këtu nisi se edhe ajo karta e identitetit që është marrë këtu, dhe ajo nuk duhet të ishte marrë, realisht. Nuk duhet të ishte marrë ajo? Jo, askush nuk duhet të ishte aplikuar për ta marrë atë kartë. Por e morën gjithë. Duhet ta dini, po këtu nuk kishte informacion. Kurse në Greqi flitet këtu e 50 vjetë për atë që do vinte sot. Flitet, ë? Ka që folur këtu e 50 vite para. Po, nga njerëz të shenjtë ishte folur që s'duhet merret ajo. Kush e merr atë, e humbet. Sa përqind e popullatës greke, nëse flasim në përqindje, e kanë marrë? Kanë aplikuar tani 4 milionë bër, nga 11 që janë.
Kanë apliku tani për ta marrë. Po, doli kryebiskopi i Greqisë atje dhe tha unë e mora, tha ai. Ai punon për sistemin ai Për atje. sistemin, po. Jeronimi. Siç bëri dhe për vaksinat, unë e bëra vaksinën, tha. Kështu tha edhe për këtë kartë, unë e mora, tha. Se punon për ata, që t'i japi shtysë njerëzve, që të mashtrohen. I përdorin gjithë ata me politikanë, me klerike, i përdorin gjithë. Jo të gjithë, se janë gjithë klerike të këqij. Po këto që janë krerë aty, sepse po nuk ishte i keq, nuk të bën kryebiskop patriark tjetri ose pap. Do t'i shërbesh atyre.